Një ditë prej ditësh, kalifi i nderuar Hisham ibn Abdul Malik, pasi viziton Ka'ben dhe futet në territorin e saj, takohet aty me dietarin e shjuar Salim ibn Abdillah, të cilin pasi e përshëndet me përmallim i drejtohet dhe i thot: "Hoxhë i nderuar, çfarë ke ndonjë nevojë të cilën mund të ta plotësoj?" I drejtohet Salim ibn Abdillah dhe i thot: "Të lutem," thot, "ndodhemi në shtëpinë e Allahut në Ka'be, në vendin më të mirë mbi sipërfaqen e dheut. Nuk mund t'i kërkoj diçka ndokujt duke qenë në një pozitë dhe në një vend të tillë." I thot Hisham ibn Abdul Malik: "A mund të takohemi pasi të largohesh prej këtu?" "Me patjetër," që thot Salim ibn Abdillah, "mund të takohemi." Pasi del nga territori i Ka'bes, i drejtohet sërish mbretit dhe i thot: "Çfarë është diçka që mund të bëj për ty? Një dëshirë të cilën ti e ke?" Thot: "Prej kërkesave të kësaj bote apo prej kërkesave të botës tjetër?" Thot: "Me patjetër të kësaj bote, sepse nuk i posedoj kërkesat për botën tjetër." I drejtohet dietari dhe i thot: "Unë të falenderoj për angazhimin tënd dhe për mendimin e mirë, por unë dynjan nuk ja kërkova atij që e ka në dorë, pra nuk ja kërkova Allahut. A pret që ta kërkoj diçka për atij që nuk ka asgjë në dorë? Vëlla dhe motër, mos mendo se prona që posedon apo diçka të cilën ti e ke është e jotja, ne nuk posedojmë asgjë. Gjithçka është e Zotit. Lidhe zemrën me Zotin, mbështetju Zotit në të gjitha kërkesat e tua. Mos lakmo dikën dhe mos e ki hased dhe smir për të mirat që mund të ketë, por kërkoj Allahut të japi prej të mirave të tij. Gjithçka mund t'ja kërkojmë vetëm Zotit dhe askujt tjetër vetëm se Allahut subhanahu wa taala. Zot, të lutemi ty në bësh të qëndrueshëm në rrugën tënde dhe të na bësh prej atyre të cilët të mbështeten ty në çdo gjendje të tyre. Amin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.